Kreu i Organizatës Botërore të Tregtisë deklaroi se sistemi shumëpalësh ka ndryshuar rrënjësisht dhe se vendet duhet të shohin drejt së ardhmes për të shqyrtuar se si të reformojnë sistemin e tregtisë globale. Rendi botëror dhe sistemi shumëpalësh që njihnim dikur ka ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme, nuk do ta rimarrim më, duhet të shohim drejt së ardhmes, u tha drejtoresha e përgjithshme e OBT-s Ngozi Okonjo Iweala delegatëve në hapje të konferencës së 14 ministrore të OBT-s në Kamerun. Ndërsa 72% e tregtisë globale ende zhvillohet sipas rregullave të OBT-s, me rritjen e tregtisë së lidhur me inteligjencën artificiale që ofron një pikë të ndritshme, Okonjo Iweala tha se sistemi tregtar botëror përballet me pasiguri të konsiderueshme për shkak të konfliktit në lindjen e mesme dhe ndikimit të tarifave amerikane. Kreu i OBT-s përcaktoi një listë problemesh me të cilat përballet institucioni, duke përfshirë paralizën e organit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe transparencën në njoftimin e përdorimit të subvencioneve. Vetëm 64 anëtar kishin paraqitur njoftime për subvencione në OBT për vitin 2025, që do të thotë se 102 nuk e kishin bërë këtë. Mungesa e transparencës çon në mungesë besimi dhe kjo ngjall dyshime për padrejtësi dhe sjellje antikonkurruese, u tha ajo delegatëve. Kjo kontribuoi në një rreth vicioz mosbesimi i cili po i pengon anëtarët të bien dakord për rregulla dhe reforma të reja. Organizata Botërore e Tregtisë tha në një raport të publikuar një javë më parë se rritja e tregtisë globale do të ngadalësohet në vitin 2026 pas një performance më të fortë se sa pritej në 2025-ën, duke paralajmëruar se konflikti i vazhdueshëm në lindjen e mesme mund të shtojë presion të mëtejshëm mbi tregtinë globale.